Ne si kompani jemi në muajin mars në 30 vjetorin e kompanisë tonë, pra të punës me autobus në turizëm, dhe në këtë 30 vjetor ne nuk kemi ngritje të çmimeve, përkundrazi kemi zbritje deri në 30% për biletat e cilat e blen online në sistemin tonë të rezervimeve. Ndërkohë, unë po du me besu që kjo luftë atje të përfundoj sa më parë dhe ne mos kemi nevojë për ngritje të çmimeve. Thënë shkurt, Sharr Travel gjatë muajit mars nuk ka asnjë lloj planifikimi për ngritje të çmimeve. Përkundrazi, ftoj qytetarët e Kosovës që të bëjnë rezervimet e tyre në Sharr Travel, qoftë për udhëtime drejt Zvicrës, Zvicër-Kosovë, Kosovë-Zvicër. Kemi 2 linja të rregullta në baza ditore për Tiranë dhe Durrës. Kemi operimet tona që operojnë për Selanik. Të gjitha këto rezervime ata mund t'i bëjnë me zbritje deri në 30% për blerjet online.